Menaxheri i njohur i VIP-ave shqiptar, Gjani Demika, foli për gjestin ish banorin e Big Brother VIP Albania, i cili pas daljes nga shtëpia, është bërë një ndër emrat më të kërkuar në klubet shqiptare. I pyetur drejt për drejt nëse kishte apo jo një kontratë ekskluzive me gjestin për performancat e tij të para pas daljes nga reality show, Demika u shpreh: "Një kontratë me gjestin nuk kemi patur, thjesht kemi patur një marrëveshje me të që kur ka qenë në Big Brother, që ne ta kishim të parët ekskluziv në klub. E kjo ka një kosto ekstra nga çmimi i vet që do jetë zyrtar, por që nuk mund të flas për këtë." Kur u ngacmua nga moderatorja nëse kjo kosto shtesë kapte shifrën e 15.000 eurove, menaxheri u shmang një përgjigje të drejt për drejt duke theksuar: "Nuk e di, merret ekonomisti." Performanca e gjestit në klubin ku kishte marrëveshje me Demikën rezultoi të ishte të jetë e suksesshme dhe me rezervime të shumta. Ai vazhdon të pozicionohet menjëherë si një nga personazhet më të kërkuara në treg, ndërsa angazhimet e tij po rriten ndjeshëm nga dita në ditë. Gjesti nuk ka zbuluar ende nëse do të nënshkruajë një kontratë afatgjatë me ndonjë menaxher të vetëm. Ndërkohë, ai ka paralajmëruar publikimin e këngës së tij më të re me një mbishkrim të shkurtër e enigmatik në rrjetet sociale, Rrini Gati. Figura publike të ndryshme nuk kanë nguruar të komentojnë për rrugtimin e gjestit. Gjatë kësaj jave, opinionisti dhe gazetari Olti Curri publikoi një fotografi të vjetër të gjestit dhe e krahasoi me pamjen aktuale të tij, duke lënë të kuptohet se ai mund të ketë bërë ndërhyrje estetike konkretisht në hund, e pas ka sharru pak hundë nubi, shkroi Curri. Nga ana tjetër, këngëtarja dhe ish banorja e Big Brother VIP Albania, Rozana Radi, u shpreh në një intervistë se gjesti nuk e kanë dashur banorët e tjerë të shtëpisë. Rozana shtoi gjithashtu se ishte e zhgënjur që nuk fitoi çmimin e madh të edicionit, por uroi gjestin për fitoren. Ndërsa publiku pret me padurim këngën e re të gjestit, mbetet për t'u parë nëse do të ketë ndonjë bashkëpunim edhe me Egli Takon, e cila gjithashtu ka bërë disa postime duke paralajmëruar diçka të re.